Këtë edicion të Kosova Live natyrisht që e dënisim me Kuvendin e Kosovës. Ka dështuar edhe tentativa e 25 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, PDK, LDK, AK dhe lista sërbe nuk propozuan antarët për komisionin për votim të fshet. Partitë opozitare konsiderojnë antikushtetuese ndërimin e mënyrës së votimit në mes të procesit. Natyrisht që në lidhje me këtë temë do të flasim pak edhe me avokatin Tom Gashi, mirë se vjen. Dhe me Visar Dilin, analist politik. Mirë se vjen, Visar. Mirë se gjej, faleminderit. Kisha pas dëshirë me fillu me Tom. Ju keni thënë që do të ketë gjatë kësaj jave konstituim të Kuvendit, por as këtë javë nuk ndodhi. Po kjo javë veç sa ka filluar, kështu që duhet me pritë edhe pak ditë, po besoj që gjithçka po dihet. Dihet që lëvizja vetëvendosje i ka numrat faktikisht edhe për Albulinë Haxhiun që të votohet kryeparlamentare, por ajo që qytetarët besojnë që është edhe më kryesore, që të formohet qeveria kurti 3. Mirë, po derisa nuk të i kalohet kjo situatë e parë, nuk mund vim deri te situata e dytë fare. Dhe zgjidhja është gjetë, ashtu siç e ka thënë edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, duket që është e vitit 2014, që nuk është e thënë që të ketë vetëm votim të hapur, po mund të ketë edhe votim të fshehur. Dhe për këtë arsye duket që edhe partitë opozitare, spaku në prizmin tim, e dinë këtë që e thashun paraprakisht dhe nuk po propozojnë kandidat për këtë komisionin për zgjedhje të fshehta. Nëse ata janë të bindur që nuk kalon as me zgjedhje të fshehta, atëherë kush problemi që të votohet një komision i tillë dhe që të i kalohet kjo situatë, themi, mini krize, e cila po zgjatë, siç e thatë ju, për 25 herë, sepse çdo dytë ditë po përsëritet dhe ka kaluar do thotë më tepër se sapi bie, një muaj e gjys parafërsisht. Mendoj që partitë opozitare apo qytetarët nuk ju kanë faj partive që kanë ardhur në situatë të tillë dhe në prizmin tim nëse nuk ndodh shumë shpejt, atëherë besoj që gjithë ka pak po lodhen dhe ndoshta shkohet në zgjedhje të parakohshme. Ajo që ka qenë ide, ndoshta ajo që është folur direkt spaku për një partie opozitare e cila do ta votoj qeverinë Kurti, por edhe kryeparlamentaren Albulinë Haxhiu, do thotë duket që kërkesat jo publike kanë qenë që të marrë një post shumë të rëndësishëm dikush prej asaj partie dhe më duket që dikush që ka 3 deputet nuk mund t'i qetë kushte dhe nuk duhet t'i qetë kushte dikuj që ka 48 deputet. Sido që t'jetë opozita e fajson pozitën, por opozita e ka kry punën e vetë sepse ka propozu personin ma adekuat sipas lëvizjes vetëvendosje që është Albulinë Haxhiu, sepse po t'ishte lojë politike që flitet kinse për të fituar kohë Albin Kurti, se kinse nuk i ka numrat për qeverinë Kurti 3. Po, në fakt të po e thonë gjithë, realisht kur po bëhet pyetja sepse po vonohet konstituimi i Kuvendit. Ata e thonë ashtu, sepse s'kan çka me thonë tjetër. Atëherë lëvizja vetëvendosje nuk e ka pas obligative edhe nuk është një kohë e përcaktuar kur do të propozoj kandidati apo kandidatja për kryeparlamentar, meqense ligji thotë kështu, ai që i fiton zgjedhjet, ai është që propozon i pari. Pastaj deklaratat publike të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje janë që dhe të tjerëve zyrtarëve më të lartë të lëvizjes vetëvendosje janë që asnjë kandidat i propozuar nga opozita për nën kryetar fare nuk do të jetë diskutabile që do ta votojnë këta. Dhe më duket që thjesht nuk po dojnë apo nuk po guxon opozita që ta tejkaloj këtë pjesën e parë, do thotë për kryeparlamentare, sepse këta nuk janë gjendje në mënyrë hipotetike nëse Albin Kurti edhe nuk mund t'i arrijë votat prej 61 deputetëve që ta votojë qeverinë Kurti 3, atëherë topi kalon te opozita. Dhe në prizmin tim opozita nuk e ka faktikisht mes veti, nuk janë edhe aq sa themi kështu të koordinuar dhe po e dinë që do të ishte skandal në vete nëse ata me gjithë këto fjalë, mos më thon propaganda, do të thotë që sa mu janë, që Albini kinse nuk i ka votat, këta i kanë, këta më duket që janë më të përçarë se shumë kohë më herët dhe duket që për këtë arsye po e stërzgjasin. Mirë po, edhe nëse po mendojnë partitë opozitare që Albini nuk i ka votat, atëherë thjesht pse nuk me bin më atë pozicion, që votohet kryeparlamentarja dhe pastaj sa unë e di dikon 2 javë janë që të vije deri te votimi për qeverinë Kurti 3 dhe nëse nuk i ka, atëherë del që vetëvendosja vetëm ka fol dhe kinse nuk i ka numrat. Do thotë kjo pak a shumë është në prizmin tim. Visar, mendon ti njëjtë që do të ketë konstituim të Kuvendit këtë javë? Jo, nuk besoj që do të ketë konstituim Kuvendit këtë javë, as javën tjetër që vjen, po besoj që edhe të marr parasysh paraqitjen publike të zotit Kurti në vikend në mbledhjen e radhës të lëvizjes vetëvendosje, e pam një frymë që
ishte një lloj fushate ose thirrje për një fushatë elektorale të re për zgjedhjet të reja. Shihet qartë që lëvizja vetë vendosi, nuk i ka numrat, se po t'i kishte lëvizja vetë vendosi numrat, qofshin ato për kuvend ose edhe për qeveri, pa tjetër që do të formonte, do t'i konstituante mas pari kuvendin edhe pastaj do të formonte qeverin. Po duke marrë parasysh edhe informacionet e fundit që janë që vetë vendosja posaçërisht zoti Albin Kurti ka marrë informata nga State Departmenti që Fatmir Lima pritet të jetë në listën e zezë të SBA-s dhe për këtë arsye nuk e ka vendosur në kandidaturë për kryetar të kuvendit, po besoj që ideja që ai të jetë kandidat për kryeparlamentar. Dhe kjo do ta vështirësoj ende më shumë pozicionimin e nismës karshi lëvizjes vetëvendosje dhe sa i përket opozitës, opozita asnjëherë zoti avokat nuk kanë thonë që i kanë numrat, përkundrazi kemi lëtë dëkën që ka thonë që na nuk shkojmë me asnjë në palë në koalicion, për ndryshe nga Aleanca dhe PDK-ja që në një farë mënyrë janë të hapura të bashkëpunojnë mes veti dhe shihet qartë që nuk ka vullnet politik nga asnjëra anë që të votohet ose konstituohet kuvendi edhe në farforme të hecim para. Është sinqerisht, e kam thënë edhe më herët edhe në këtë studio, është një terrorizëm politik që janë të bë këta njerëz karshi qytetarëve, se mas pak t'i faj kanë qytetarët për këto 25 seanca, të thuj se 2 muaj nga certifikimi i zgjedhjeve që nuk i kanë arritur ende me konstituu kuvendin dhe me formu qeveri. E qartë, ndërkohë tani më njëve do t'inkuadrohet edhe Sali Rexha, analist politik, e në fakt që do të flasim për një temë tjetër. Sot jemi mbledhur për me folë për diçka tjetër, ashtu si që theksova edhe në fillim në titujt kryesor të këtij edicioni, do të flasim për një përplasje që ka ndodhur mes analistit politik Ilir Mirena dhe mes Sarandës Bogujevci. Pra nisi gjithçka me një postim të Mirenës, i cili thas në fakt e kishte postuar një foto të Albin Kurtit edhe e kishte shkruajtur në përshkrim se po dukej si gjyna, ndërkohë që i kishte përmendur edhe drekat e darka që ai ka ngrënë gjatë kohës sa ishte kryeministër në qeveri, pastaj kjo u kthye me një kundërpërgjigje nga Saranda Bogujevci, e që në fakt mori krejt një kahje tjetër. Zotri Rexha, mirë se vini. Përshëndetje. Besoj dëgjuat, diskutuan për konstituimin e kuvendit, kjo temë e cila tashmë vazhdimisht po diskutohet, por në fakt do doja të nisja me juve për temën tjetër të cilën e paralajmërova. Si e pat ju këtë përplasje me zotrit Mirena dhe zonjës Bogujevci? A ka mundësi 2 fjalë vetëm për kuvend? Pa tjetër. Edhe pse po mundohemi që sa më pak flasim për kuvendin se janë lodhë dhe qytetarët nga kjo situatë që po përsëritet, po natyrisht. Jo mësë një vrejtje të vogël. Nëse unë i kam 61 franga, me bleni par pantolla, unë s'muj me thonë se nuk i kam 61 franga, me bleni par këpuca. Nëse Kurti nuk i ka votat me votu Albulenën, qësh i ka votat për me votu qeverinë? E kështu saj përket rastit e Sarandës, unë nuk isha marrë për shkaqe subjektive. Ka një përgjigje me njerë në studio. Në erën e të thënë drejtën të na jo me ndërprej. Se kam me dikan studio, aty nuk kam me dikan studio. Jo, absolutisht, jo, vetëm mendova që ka një mendim tjetër, kundër nga ju, ti mendim tjetër, po pasit e përvëndon mendimin e ti. Doli në temën tjetër. Në sasaj përket temës për cilën sa dhe jam thirë, është nuk du me folë për Sarandën, ashtu si s'du me folë as për viktima tjera cilat janë me 10 mija në Kosovë. Mirë për të shkojmë vetëm drejt e rasti i Mirenës. Unë e pashe lexova statusë Mirenën e lexoj me knaqësi, se është sarkastik, shkruan bukur, ka statuset mira, cilat janë të qëndruar kështu në kohë. Aty ishte një fotografi e Kurtit, e cila që një kohë gjatë është në për rrjetet sociale. Her komentohet një mënyrë, her komentohet një mënyrë tjetër. 99% nuk e kemi ditë se ku është realizuar e fotografi, edhe nuk kishtë bënte asgjë me Sarandën personalisht. Mirë po unë jam i sigurt 100% se Saranda, ashtu si dhe tjerat, u keq përdor, ma vonë, edhe ajo është dihet se Saranda nuk është hera e parë që keq përdoret, as nuk është hera e parë që zoti Mirena sulmohet nga Dejona Mihajli. Mas kësaj grindje qëndron Dejona Mihajli, e cila e keq përdori Sarandën për ta sulmuar Mirenën. Edhe a dini pse? Vetëm se Mirena është ish luftëtar i UÇK-s.
Këta kanë urrëtie të madhe për UÇK-n dhe për çdo kënd që ka marrë pjesë në luftë në çfarëdo mënyre. Okej, kjo është mendimi juaj, Tom? Po sigurisht që demokracia lejon që secili me dhënë mendimin e vet pa marrë parasysh që është i drejtë apo jo i drejtë. Sa i përket kësaj që mu duk shumë mirë figurativisht që tha nëse i ki 60 euro për me ble duke që rroba, unë mendoj që na po e dim që Albini prej lëvizjes vetëvendosje nuk i ka 61 deputet të lëvizjes vetëvendosje. Për këtë arsye dhe po kërkohet sepse ideja është dhe ka sigurisht indicie. Tash mas e keni kryer. Se pata me Juve, Tom, për Po jo, s'tash asune me Juve. Po unë veç pe komentoj që derisa të përfundoj menimin tem, atëre prete se besoj që del shumë logjik. Nëse është logjik, e vlerësoj tjetë. Atëre për këtë arsye që pe dim që nuk ka fitu faktikisht mbi 50%, këtë radhë ka fitu 42.3 dhe kjo është ndru në 48 deputet, atëre po i bie që ka nevoj edhe për deputet të tjerë, të pakiceve apo të kujdo tjetër, dhe është ideja apo është kërkesa që të implementohet votimi fshet. Sepse në votimin e fshet, na e dim që ka partit saktuara politike që nuk mund asë mësë me thonë t'i kontrollojnë, por nuk mund asë t'i bindin. Ta shkallohën një temë tjetër, Tom, në çështje juridike. Ta përfundon mendimin e vetë, Zotë Regjaj. 3 ditë mundë me folë si në gjykatë dhe s'pajtohemi për asë. Të kalim se tema tjetër. Ti më s'pajto, po unë e të prita dirisa e përfundove menimi, kështu që unë pe thëmë që ashtu që është prizmen teme që është, edhe për këtë arsye kërkohet që të bëtë votimi fshet. S'polemizova me ty, une. E thash veç një mendim po asun si jam të polemizu me ty, unë veç jem të e thonë menimin tem, veç jem të e thonë menimin tem për kuvendin, dhe kur ka votim të fshet, atëre shumë thjesht bindemi që a i ka apo nuk i ka numrat. Me qenë se këta pretendojnë që i kanë, një pjesë opozitës thotë që nuk i ka, partit saktuara politike, e sa i përket asaj më herët që u tha nga faktikisht nga zoti Dili, unë mendoj që LDK-ja nuk i ka ikë formimit qeverisë. Por ata kanë thonë që të formon një qeveri gjithë përfshirëse, edhe na nuk jemi as kohë të luftës, as kohë të krizave. Sepse paramendone për shembull, nëse do të ndodhte diçka e tillë, çfarë mesazhi do t'japëm janë në botë, do thotë që nas po mujmë marr vesh, edhe pe formojmë një qeveri ku gjithë janë aty brenda asaj qeverie. Do thotë gjitha partitë në pozitë, partitë në opozitë dhe të tjera, do të ishin aty sigurisht edhe parti politike tjera që nuk i kemi bashkë shumë qef, nuk e përfshi listën sërbe, dhe që për mund do të ishte diçka jo normale në situatën normale që jem 26 vite pas përfundimit luftës. E qartë. Sa i përket temës tjetër, si e po aty reagimin e zonjës Bogojevci, si mendoni që u lidh? Sigurisht që na 3, edhe për ata na ke ftu neve 3, sigurisht që ke mendime të ndryshme. Por jo që duhet, besoj që është tepër e rëndë që dikush me sulmu dikon personalisht, për shkak që ka mendime të tjera, sepse atëre pibje që... Po s'po foli për ju, jo. Po foli për Ilir Merin. Edhe unë që e kam pa ata, do të kam pa që është një fotografi e shkputur, kur Albin Kurti ka qenë në atë kohë tek familja e Saranda Bogojevcit. Dhe tash unë... Po në fakt pak persona e kishin ditur në bazë të reagimeve. Pak persona që e kanë ditë, ata shumë që e kanë ditur Saranda, sepse nuk mund më bënë familjen tonë një fotografi, edhe ti më s'me di që ajo fotografi është prej familjes tonë, për shembull. Edhe mendoj që në prizmin tim, Iliri e ka pas shënjestër, se kështu edhe shkru faktikisht Albin Kurtin, jo Sarandën. Mirë po, ma vonë u pa që kjo fotografi është nxjerrur prej publikimeve apo fotografive publike që janë tek familja e Saranda Bogojevci, që dihet faktikisht janë vra 16 antarë të familjes saj, dihet që kjo ka qenë plagosur rënd, thot nga sulmet sërbe, dihet që ka qenë në Angli për shërim, edhe dihet që Anglia i ka ndihmu shumë faktikisht edhe në përgatitin e kësaj shfaqje që është paraqit me dokumente dhe me tesha të vrarëve të familjes së saj, edhe në Tiranë, edhe në Beograd, edhe në shtet, edhe në vendet të tjera. Dhe pastaj do thotë ata kujdestar që kritikojnë secilin për gjithçka, dolen që jo është fotografia me atë Daciqin, pastaj doli që edhe zyrtar të tjerë të PDK-s 10 vjet më herët janë me fëmijë me Daciqin, mirë po fotografia e saj është faktikisht një akt trimërie që në qendrën e shtetit okupator genocidial serb, e organizuar nga Anglia, është bëja shfaqe që të shihet faktikisht se çfarë ka bë ushtria, policia sërbe edhe në raport me gjithë qytetarët e Kosovës civil që janë vrarë, por
ideja ka qenë që të shihet për 16 antarë familjes saj që janë vrarë. Dhe pastaj secili mund gjej fotografi me daqiqin apo me këtë tjetër, edhe që njëna tjetrën me organizu. Unë besoj që Iliri si gazetar... A mendon që ishte reagimi arsyeshëm ai Sarandës, me qenë se nuk u cek asnjë pjesë e përkujtimeve as daqiqit? Ato që ka shkruar Iliri, do të thotë për Albin Kurtin, do të thotë është diçka që secili ka drejt me kritiku dikan. Edhe unë s'jam kundër asaj. Edhe në fakt nuk e kishte përfshi asnjë rast tjetër as Sarandën Bogujevci. Po shumë e thjeshtë, na jem 4 stash tu diskutu. Do të thotë na 3 edhe zotnia që është me Skype. Edhe nëse dikush e bën një fotografi, që është faktikisht normale, edhe e shkput këtë fotografi prej 1-4 dhe del vetëm njëni, duke në pretendimin për mu keq përdor, është keq përdorim. Dhe kjo situatë ka qenë shumë e thjeshtë. Sigurisht që unë nuk jam këshilltari askuj këtë rast përfshim, por nëse do të ishte fotografia e publikuar me familjen Saranda Bogujevci, besoj që Iliri se kish bën këtë ajden. Do të thjesht nuk e ke shkruar çat tekst për Albin Kurtin që e ka shkruar. Ai ka shpenzu dikush 100.000 euro, 112.000 duke që ka qenë, për çështë për ushqime, brenda qeverisë Kurti 2, apo i ka shpenzu 1 milion, apo i ka shpenzu 1.000 euro, apo 10.000 euro, çështje që duhet me thonë dhe duhet definitivisht me thonë. Por jo mu keq përdor një fotografi me pretendimin që fotografia me paraqit Albin Kurtin si që ka shkruar diçka ofenduese në raport me te, por unë nuk pe komentoj fotografinë e Albinit, veç pe komentoj prerjen e fotografisë. Çka që? Po e shohim që gjatë gjithë kohës Zotri Rexha i reagonte gjatë shpjegimit që bëre për mendimin tuaj. Në fakt s'ka ardhur. Jo, dhe po njëjtë ka ardhur, se na përshomi live. Zotri Rexha, mendoni ju njëjtë si Tom që Gashi i cili tha se kjo mund... është prej fotografia. Është prej fotografia dhe është keq përdorur në një farë forme, në fakt që të tjerët po thonë se nuk ka qenë e qëllimshme. Toma po e luan rolin e avokatit. S'mundet me dalë jashtë asajna, është në rregull. Veç të lasim me radhë, Tom, se s'ndërhyn asnjëre. Tom Gashi vet i ka s'po tham me mia, veç me qindra fotografi në për rrjetet sociale, në për kur kush nuk e din në cilat rrethana është fotografuar, ku është marrë fotografia e tina. Kam edhe unë fotografitë mia. Kur fal lidhje s'ka njerëz që janë fotografuar në një moment caktuar me mua, nëse prejet vetëm fotografia ime. Jam 1000% i sigurt, sa do një përdori fotografitë e Kurtit shpesh, me memje, me hajgare, me bo me to, sa është, a njerë është vetëm për me mutal njeri me to, se sa është politikan serios. Se këni pas sa i ka ndru qëndrimet sa, pra ndaj sulmi, ndaj Mirenes, në këtë mënyrë, e në kas me emocione, për sa i për këtë trimnis bletum, është edhe besarta Jashari ka pështu prej familjes, Jashari është në bijetuar. A thë është trimni me shku njeri në Beograd më fotografu me daqiqin? Jo, s'ka shku mu fotografu me daqiqin, se une tjetë naspe në është fotografu me daqiqin për tomë? Po, aty nuk o fotografu kjo me daqiqin, sepse ka shku në një ekspozit, po është përbohet publike. Nuk mundet aty me thonë o fotografu me daqiqin, kur ka qenë ekspozita publike, e thjesht e organizuar edhe nga Britanek, nga Anglez, edhe që s'mun është i me shku kudo tjetër pa pas një mbështetje. Sepse aty nuk ka qenë një takim privat, që me thonë, okej, që këqyri që a i keni bo familjes teme, dhe thotë që janë ekspozu robat e sa në tjera, edhe sigurisht që në evenimente që sështë kjo, po në atë që është organizu faktikisht, se cili mundet me bo fotografi. Po kjo fotografi... Do, mendon ti si se din sërbë që kanë bo në Kosova, jo, mëre e din, po normal që e din, mëre, normal që e din. Po me balafaqu me një dëvërtet, me balafaqu me një dëvërtet në qendër Beogradit, besoj që ka qenë pozitive për me pa edhe opinioni i Sërbi, sepse kiti faktikisht një pjesë të madhe tyne, po sa që i shtrinit që se din që ka ndodhë as Sloveni, as Kroaci, as në Bosnjë, as Kosovë. Me qenë se propaganda sërbe e ka tentativen që me ndru naracionin edhe faktikisht që këto krime që i kanë bërë në gjithë teritorin e jyshtë Jugoslavis, por neve në dhem mas të shumëti shka kanë vepru në Kosovë, do të të që sa ma tepër mu msheh ato edhe mës mu ditë. Kur tja të regon armikut të tënë, krejtë sërë të din ato dhe i përkrojnë, normal që i dim, po mirë, po tash për shamull unë e di prafërsisht, më duket që ka qenë para 10 vjetëve apo sakja, ekspozit, edhe ka qenë faktikisht ka qenë shumë ndërkombëtar të përfshim këto, se nuk ka mujtë me bo Saranda Bogujevci, apo kush do tjetër. Jo, aty në fotografi shenë dhe persona tjerë, ka ndodhën në vitin 2013 edhe ka
ekspozit të robave të dvramëve, të përgjakun, nuk ka mujt me bo as Saranda, pas ka mujt me bo kërkusheq, tjetër pa përkrahje ndërkombëtare. E tash, fotografia që është bo aty, është publike, s'ka kur gjë keq. Në fakt, ajo foto është publiku edhe ma herët dhe vazhdimisht ka pas reagimet njëjta. Kemi fotografi me Hashim Thaqin, me bushtetas të Sërbis, kemi të Kadri Veselit me bushtetas të Sërbis, kemi gjithë, pa ato janë faktë. Po na përsta kemi liftu me konë parabartë, më në kanë tavolin parabartë, na s'kem liftu me gjdu Sërbin. Po, unë po thamë, këto kur janë në takime ndërkombëtare, në takime zyrtare, nuk mund është dikuj mi thonë, pse të ka fotografu dikush me te, sepse ti ke shku, kur ata faktikisht nuk kanë pranu, edhe nuk aty është dhanë legitimitet të aqishit me thonë që na jenë qaq demokrat, i kemë vra, po që i denojnë disa, e ti si avokat duhet me ditë si të gjitha ta që denojnë duhet me denu në vendin ku po kryve pra penale. Zoti Rexha, i ta marim edhe një mendim të Visarit, sepse Visari nuk e dha mendimin e vetë. Nuk ka marrëveshje me Serbinë dhe për të arsye unë sa e di përveç që e zonë në i Sërbë, teritorin e Kosovës, apo që e ekstradu nga shtetet mike, Serbia nuk e ekstradon kriminalitet. Jo, Saranda, veç një kujtë, mas e hine me full. Saranda ka një vendim të prejë, i është dhanë drejta në Serbi, ju ka dam shpërblu. Po, ajo ka qenë dëshmitare për krimet që janë kry në Kosovë dhe ata kriminell. Jo në gjykun Beograd, s'ka mujtë Saranda mi prunë Prishtinë. Si qytetare e Serbisë është pranu atje, se ata nuk e njojnë shtetin e Kosovës. Po, unë e po thëmë që ajo është shtu për me dëshmu për krimet sërbe, edhe me qenë se është shtu në Beograd. Ama mirë ka qenë që ka dëshmu dhe janë denu ata kriminell sërb, edhe është dokumentu krimi që jo krynë familjen e saj, apo mësë me shku. Po dhe Serbia delë si shtet demokratik e cila i denon, për 16 raste, ndërsa 13.000 raste tjera nuk denohen. Dhe kemi edhe një parasysh, familjes Mirena, familjes Mirena janë një çështje tjetër, për cilën pak po flitet. Po na nuk pe krahasojmë se dikuj pa marrë parasysh është lëndu, është vrarë me numra, na nuk jem të fol sot. Edhe unë nuk po them që Ilir Mirenes apo kujt tjetër nuk janë vrarë antar familjes së tij gjatë luftës. Po unë po them për këtë pjesën e dytë, keqpërdorimin prizmin tem i prerjes fotografisë ka sjell drejt të kjo situatë sepse mediat e kanë këtë punë me pas tema Misar, mendon ti që qëllimisht e ka bërë Mirena këtë? Besoj që sot kish besoj që ka qenë kritik pak shumë konstruktive në raport me ish kryeministrin ose kryeministrin detyrë Albin Kurtin dhe nuk po besoj që patjetër ka pas diçka drejt për drejt me Sarandën. Saranda në këtë farë rast është involvu ndoshta me qëllim ose ndoshta pa qëllim, ndoshta me detyrim ose pa detyrim nga lëvizjeve të vendosjes së oponentë saj, në këtë rast e tha edhe zoti Rexha Deona Mihali ose vet Albin Kurti, një farë forme të japit një kontenacion komplet tjetër kësaj çështje, këtij debati dhe një farë forme zakonisht jemi mësuar me lëvizjen vetvendosje se kur kemi problematikat e tjera të cilat shfaqen në skenë vinë zakonisht me këto gjanat në të cilat tentojnë të mshefin ato, sikur ishte dje për shembull rasti informacionit të ri për shtrajtimin e rrymës. Çfarë duan me thonë pjesën tjetër është që unë po shpresoj që në vendin tonë, në Republikën tonë të kemi djemë dhe vajza të guximshme të dalin edhe të shfaqin edhe të paraqesin terrorin edhe të merrin serb që ka ndodhur në Republikën e Kosovës, posaçërisht në vitin 98-99 kur ishte edhe koha e luftës, sepse kjo një farforme do të, në këtë rast kur jemi në kohën e internetit dhe gjithçka informacioni ndahet shumë shpejt, do të ishte shumë e mirë për neve, sepse edhe bota do ta kuptonte shumë sakt atë se çka ka ndodhur. Rasti Mirena dhe Saranda Bukujevci janë dy raste të cilat nuk mundesh mi krahasu me njëra tjetrën. Po si e komenton këtë lidhje që u bë pra, pikërisht nga Bukujevci, mendon që ishte një reagim kështu emocional nga ana e saj? Nuk po besoj që vjen si reagim emocional i Sarandës, pasi që ndër këto vite Sarandës është pjesë e skenës tonë politike, asnjëherë nuk ka qenë përçarse, asnjëherë nuk ka qenë denigruese ose ofenduese në raport me kolegët ose gazetarët ose analistat tjerë në vend. Këtë rast po besoj që mbrapa kësaj na fshihet komplet lëvizja vetvendosje ose strukturat e lëvizjes vetvendosje, të cilat në farë mënyrë kanë shtyr Sarandën ta bëj këtë reagim. Çka fshihet pas reagimit, pastaj e thash, ka shumë gjëra, elemente të cilat mund fshihen pasi që jemi mësuar me lëvizjen vetvendosje që
zakonisht t'ilshoj këta virusat e vetë në skenë kur kanë probleme, kur shfaqen problemet ndryshme. Mendon që me largu vëmendjen prej... Komplet është ajo esenca, me largu vëmendjen prej një aktit ose një informacionit ose diçka tjetër, edhe me kalu komplet informacion tjetër. I shojmë edhe ushtar televizis vetë vendosin internet, se cili prej neve kemi pas një reagim sa do minimal në këtë, ose për këtë situatë, dhe e dim se që ka ndodhë. Të më thonë, nuk është e pa kuptueshme mënyra se sa shpejt vjen informacionit e ta dhe sa shpejt dinë dhe vinë të reagimet e të në. Kjo ta jep mendimin që gjithçka është e planifikuar, strukturuar shumë mirë dhe pastaj vetëm plasohet në internet. E kjo pjesa kur Mirena pastaj e postoi atë fotografin ku po në fakt Beograd. Po në Beograd me... Unë sot po ta kisha mundësin të gjithë viktimat e Republikës Kosovës do t'i qajë, jo vetëm Beograd. Unë se cilin vend botës me të regu të merë në terrorin që ka ndodhë në vendin tonë. Po, në fakt kjo qëndron, por si e komentoni reagimin e Mirenës dhe postimin asaj fotografie kur po bëjë debat për diçka tjetër. Pra ishte kjo... Ndoj mendim ndryshe nga zoti Mirena, nga zoti Regja, i shkon nuk është e mirë ajo, është e mirë kur oponent kryesor të Serbisë, në këtë rast ish kryeministër, se Dačić në atë kohë ka qenë ish kryeministër i Republikës Serbisë, nëse nuk ka bëj, shfaqet në një ekspozit, ku në atë ekspozit shfaqen mbetjet, flasin kështu mortore të njerëzve të vrarë ose masakruar. Ja japëm na legitimitetin si shtet demokratik, pak rëndësi ka. Është me rëndësi që bota të merë një informacion shtesë se çka ka ndodhë, me fakte, me argumente se çka ka ndodhë në vendin tonë. E thashtë edhe pak ma herët, kur dy parafolësit ishin edhe në debat, ne kemi binimi persona ende të zhdukun. Pra, edhe pak flitet për atë pjesë dhe pak bëhat për atë pjesë. Di që është një temë veti, po lidhet edhe me këtë pjesën e luftës. Luftat e na është një pjesë të ndjeshme, edhe po shpresoj që ky popull sinqerisht t'i thirë mendjes edhe sa ma pak të prekim në ata se është ende një plagë e hapun për neve. Tom, sa i përket kësaj që undan pastaj personat në dy grupe, grupi Mirena dhe grupi Bogujevci, ishte nevojshëm? Po mendoj që totalisht ka qenë pa nevojshme, mirë po dhimbja themi që i ka shkaktu familjes Bogujevci, këtë rast po flasim me emën për Sarandën, po sigurisht që ka avantar tjerë, ka qenë do të diçka që s'kan mujt mu përmbajt pa e kthy një mesazh publik me një mesazh tjetër publik. Edhe mendoj që njëjtë do të si zoti Dili që sa ma tepër ne i dokumentojmë ku do në rruzllin toksor, do të sepse na e dim që bota nuk e ka ma epicendër Kosovën, ka kalu kjo punë me 1998, ka qenë shumë aktuale edhe deri në shpallin e pavarësisë, po pastaj bota ka probleme shumë atë maja, edhe shumë pak më thonë që gati hiç nuk merret me neve, edhe për këtë arsye na lën që problemet tona mi zgjedh na vetë. Do të po të foli tash për një temë edhe për parlamentet dhe për çështje tjera, nuk e kemi dorën e hekur të ambasadës amerikane që shpeshherë ka ditë kur si të marrë vesh tant që me dhon sugjerime gati obligative. Edhe mendoj që na në kulturën tonë pak e kemi sepse kështu nashta jemi të rritun themi kështu në mënyrat lloj-llojshme, kur pa qetësi, do të thotë normale, edhe kemi tepër të vështirë të kërkojmë falje. Do të thotë momenti që diçka e bën gabim, posaçërisht kur keni rol të gazetarit apo diçka që është publike, sepse private në ambiente të mbyllur apo kudo tjetër privatisht, mujna me thon për njëri tjetrin çka do që mendojmë që e thojmë, por ajo mbetet private dhe sfera private duhet më rujt, po është prapë çështje private. Po kur kalon në publike, atëre prej një postimi, kalon postimin tjetër, jo ti me daqiqin, një pastaj këta tjertë me daqiqin, dhe të është diçka që në këtë situatë kush damton shqiptarët, sepse në kohën kur ne jetojmë, gjithçka shka na folëm edhe në studion tane, para prakisht, po në momentin dhe të në këtë kohë të taneshme veç regjistrohet në Beograd apo në Serbi, sepse as ata se dinë çfarë situate tjetër mund me përdor. Kështu që në këtë botën e internetit besoj që duhet me qenë shumë kujdesshëm kur prekim plagë të luftës. Me siguri që unë kam një historian, do të thotë që para shumë viteve që ka thonë ndoshta e vërteta, do të thotë për luftën në Kosovë mund dihet mas 50 vjetëve. Për shkak se ende kemi situata që na nuk i dim. E pse nuk i dim? Për shkak se Serbia përveç me presion në gjykatën ndërkombëtare të në Hagë për rastet krimeve në Ish Jugosllavinë që ka qenë detyruar, arkivat si ka hapur kur, sepse ajo ka qenë një ushtri e rregullt,
policia ka qenë policie rregullt, e ushtria qëllimtare e Kosovës ushtri vullnetare. Edhe sigurisht që na Toma ka mundësi veç një fjalë. Po, veçanërisht. Po kalon për një temë, një temë për ndronë shumë. Pse me hap Serbia arkivat nuk për shkak se s'po ka presion. Kur Bislimi e ka lidh një marrëveshje se edhe UÇK-ja me i hap ato. Kur të kish Bislimin këtu në vend me, kur të kish Bislimin në vend me, thuj ç'a dush Bislimit, po më thotë që na po flasim presioni nuk është i mjaftueshëm ndërkombëtar që me detyru Serbi që mi hap arkivat e veta ku gjendet e vërteta. Paramendoni për shembull na të gjithë e di, qeveria Kurti ka pranuar se dhe na kemi arkiva. O lebe qeverin Kurti një herë. O le qeverin Kurti një herë. Edhe na e jem të fol, nas jem të fol për mua për ty, o Tom, na jem të fol. Po veç të përfundojnë këtë menimin tem qoftë edhe i gabum sepse jemi njerëz civilizuar. Po mendimet po kalon prej 20 mendime dhe po moderatorja më ma ndërprej kur s'jam në temë që na ka thirrë. Po, ta dëgjojmë zoti Rexha, mundohem ta bëjmë një përmbledhje kështu për shkak kohës televizive. Ka qenë e betonuar 90% kohës. Edhe është e betonuar, do thotë njësitë speciale të policisë të Serbisë. Ku ata kanë ushtru atë, edhe nën beton, të godinave që i kanë ngrit, kanë qenë trupat e 700-800 shqiptarve. E tash, kjo është përmend, po faktikisht është përmend edhe është dokumentu me 1 miliard%, mirë po bota nuk e din këtë vërtet. Do të thotë shumica prej atyre nuk e din, se ne kemi institute për krimet të luftës, edhe në Washington, edhe në shtete tjera, do të thotë Amerika dhe shtete tjera, që kanë institute jo për krime në raport me shtetet e tyre të involvuara luftë ndryshme, por shka ndodhë në botë. Mirë po, a ka ma trishtuse, a ka ma tepër pajsuse, se mi betonu mbetjet mërtore të shqiptarëve që janë rreth 800 në Beograd, edhe që nuk ka as një shej, s'ka mujtë bashkësia ndërkombëtare, as me Ameriken, as pa Ameriken, me detyruar Serbin, që s'paku me qenë një shen, që këto janë marrë trupat e shqiptarëve, edhe janë transportuar në Beograd, pasi që paraprakisht janë vranë Kosovë. Qëndrojmë edhe pak në temë, të marim edhe një mendim nga Zotri Rexhaj, sepse kemi edhe persona tjerë që po presin në lim për mu inkuadru. Zotri Rexhaj, lutëm na e bëj një përmbledhje, me qenë se po e kritikon Zotrin Gashi, bëre një përmbledhje taman mendimin tënë. Po të thotë që pinroj temat, kur gjësë më thotë kesh. Na jemi edhe Toma dhe gjithë dim, para 2 ditëve Kurti akuzoi ish opozitën se nuk përvetojnë ato Albulenën, se janë patriarkal, edhe për këtë arsye, vesë është Albulena grua nuk po e votoj. Në fakt, mas 2 ditëve erdhi sulmi kundër Mirenes. Për se sa është Kurti patriarkal, në dim gjithë, ai nuk jeton me familjet vetë, nuk kujdeset për vajzën e vetë, gruaja ti në këshyre fëmin, e qënë shkollë, e qënë gjumë, e qënë mëngjes, kurën e kurës, edhe vjen tash në akuzën ai neve se na jemi patriarkal, e na kemi votu Jagën presidente, na kemi votu Vjosën presidente. Ndoshta jem vendi vetëm në Evropë në këto 15 vitet e fundit që kemi pas 2 presidente shtetit. Po nga ka deputet, përafërsisht po nga ky kuvend. Pastaj rodhi, kur e pas situatën me kësë përdorë edhe Sarandën, saj po kësë përdorë edhe Deharin e Mjerë. Edhe atia ka vra 2 djemë edhe po kësë përdorë tash me u theq ato kuvendin, e ka kësë përdorë edhe Favzije Krasniqin, pa jo me zgjuar ajo iku, e ka kësë përdorë edhe Donika Gërvalën. Ku shumë Donika Gërvala? Ajo vetëm se ju ka vra baba dhe s'dihet prej kujna vra, ajo është aty në atë posë, për ndryshe në kur farmerit e s'ka, as si jurist, as si intelektual, as si advetara, as si kavandë... Zotri Rexhaj, mos kalojmë personale me persona atjerë të flasim, unë të falenderoj shumë. Nuk në normale, Zotri Rexhaj me thonë që ati ja kanë vrarë Kurti kësë përdorë gjithë, e ka thonë as po kjo nuk në normale, adin se nuk në normale mu marrë me gratë kryeministra, kush e qënë shkollë, kush e qënë shkollë, kush e nivelli jonë i disave në Kosovë është qështu, adin. Aje mërë pagën për me, unë punoj gjithë ditën, aje mërë pagujt ati. Ti po kujdesesh mja që fëmi kush piqen fëmi të shkollë dhe sane, po. O dhe mirë, kujdesna. Okej, kujdesna dhe pa. është kryeministër i shtetit, nuk kujdesna për ty, nuk më interesant për ty shkapa. Ti pedin kush e qenë fëmi në shkollë dhe kush se qenë shkollë. Kush e urqen e kush se urqen, kush jeton me fëmi, kush jeton me fëmi. Nuk rinë të fëmijave. Në rregull, ato janë gjëra personale familjare cilat ata i kanë organizuar. Nuk janë personale për njerëz publik. Po, pavarësisht është njeri publik, ka angazhime dhe ai vendos Zotri Rexhaj mos flasim për këto tema se sinqerisht nuk na takon. Unë të falenderoj shumë që jetojnë perëndim, flas me vlera perëndimore, atje te ju që po ti se di ku jeton perëndim veç pak më herët i bonës paku 2 ofendime,
në raport me familjen Dehari, po jo mushki, po jo po thëm ti mu ofendëm sa dush, po thëm me ofendu dikan. Me ofendu dikan. Me ofendu dikan. Që ka humbë 2 djem, edhe me thonë dhe thëtë i mjera, për qëfar epiteti pithu Avli Deharit, e ti duket po të fatë që jeton përendem, edhen? Po, në fakt, zonja Bogujevci i tha zotrit Mirena i mjerë, pra është këtë term që po përdorët... Po, unë jem të full me Sali Regjaj, nuk jem të full me Mirenën. Edhe dhe thëtë, besoj që nëse jeton përendem, kishë qenë mirë dhe thëtë miruj standardet e përendimit, që ki drejten e gjithë botës me kritiku kënda, persona publik. Po jo për sferën personale. Po sa që është kur ato nuk janë fare të vërteta. Familja tina, është më intereson edhe mu. Zoti Regjaj, unë të falenderoj shumë për këtë inkuadrim, këthejmë në temë lutë mos flasim për tema tjera. Ajo është person publik. Familja Avli Deharit, se tha ja kanë vrat 2 djemë. Po, është një temë tjetër. Kush ja ka vrat? Albin Kurti, sa unë atja... Zoti Regjaj, të falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, mos hapim tema tjera. Që ka bli armet, a denu Avli Deharit si ju kanë gjetë armet shpi. Zoti Regjaj, Zotri Regjaj, do të bëj një lidhje telefonike vetëm ju të dyve pas emisionit. Falenderoj shumë për këtë inkuadrim dhe mendimin tuaj saj për këtë temës për cilën jemi mbledhur sot diskutojmë. Përshëndetje, kalofshimi. Falenderoj shumë. Visar, edhe një koment saj për këtë gjithë kësaj. Të kthehemi prapë në temë, sepse u hapën shumë tema nga Zotri Regjaj. Është përkeqëri definitivisht të përdoren këto lloj termash ose këto lloj informacionesh ose shpifjes ose çka do që janë, sidomos në studio televizive, do të kemi pak një kulturë dhe do të jemi pak më koherent me veten tonë mas pare edhe pastaj me të tjerët përreth. Se për këtë temës e thash e ceka dhe më herët që është sinqerisht për të ardhur keq se si degradojnë temat ose degradojnë statuset ose... Po, në fakt shtu ndodhi edhe në mbrojtjen e zotrit Mirena dhe zonjës Bogujevci që u ndanë në 2 grupe dhe filluan me komente më të përgjithshme. Filloi lufta virtuale në internet, ne dim që lëvizjeve të vendosë kanë një ushtri shumë të fortë në internet, pa çka se mezi presin një sado pak edhe të reagojnë, po është e dëmshme nga zoti Mirena, a e fotoja e dytë, jo e para, se kritikën është në rregull ta bëj si doj ai personalisht, edhe është cek edhe nga parafolësit. Një foto mund të merret edhe nuk dihet koha, vendi edhe tematika asaj fotos kur është shkrep ose kur është bë. Mirë po, reagimi i zonjës Bogujevci ishte pak sa i ashpër, pak sa i panevojshëm. Po, në fakt që edhe kishte kërkuar falje sot, do ta dëgjojmë edhe deklaratën ndërkohë e cila tha se isha pak e ashpër dhe e pati si një kërkim falje. Është shumë mirë, pasi që sikur zonja Bogujevci në Kosovë kemi shumë, kemi rreth 10-15 migratë të tjera të cilat kanë shpëtuar nga masakrat, nga terrori, nga dhunimet e tjera. Pra, është tjetër rasti zonjës Bogujevci, cila në këtë rast e ka politizu vetë rastin e familjes vetë. Pra, ajo është fut në politikë dhe du të kesh qartë, në momentin e parë që ti futesh në politikë, pa tjetër që do të kesh edhe mendimet ndryshme të tjerëve, të njerëzve tjerë. Pra, du të jesh pak më e hapën dhe jo kaq emotive, emocionale në rastin sigur zonja Bogujevci, po shpresoj që sinqerisht e ka shkruajtur ajo vetë statusin dhe ka bërë reagimin vetë edhe nuk ka ardhur si kërkesë ose si vendim i dikujt tjetër. Ndërkohë kemi edhe Fadil Kajtazi, ekspert i sigurisë, i cili inkuadrohet bashkë me neve në këtë bashkëbisedim. Zotri Kajtazi, mirë se vini në Kosova Live. Mirë se gjej. Besoj që patët mundësi ta ndjekni pak diskutimin për cilën folëm deri tani në studio? Kisha pas dëshirë, po, të dëgjoj edhe mendimin tuaj në lidhje me këtë çështje. Pra duke filluar nga postimi i Ilir Mirenës, pastaj reagimin e zonjës Bogujevci dhe gjithë kjo ndasi pastaj që u bë në 2 grupe për ta mbrojtur njërin dhe për ta mbrojtur gjithashtu edhe tjetrin. Rasti i Saranda Bogujevcit nuk bën të politizohet për arsye se Saranda ka qenë në një takim publik, ka qenë me punë për ta demasku gjenocidin sërb në Kosovë. Dhe ka rastis që zyrtarisht aty tjetë edhe Ivica Dačić. Dhe kjo çështje duhet të përfundoj me kaq. Për arsye se ne kemi raste më të rënda. Për shembull, rasti më i rëndë është rasti Martin Bericë, i cili si zyrtar i shtetit Kosovës merr pare nga shteti sërb. Është rasti i Nezhbedin Spahiut, i cili shkon në zyrën e Pashiqit, në
të Stërnikit Pashiqit, falni, pardon, ose kemi rastin e Mimoza Kosarit, e cila flet me një kriminal, si që është Harrova ose Milan Radojčić. Po, ose ke rastin e Gjilas Feqës, si në Tiranë, në gjithë pi kafe, është fotografia të pi kafe me Gjuriqin. Këto e në raste, ose rasti i ati Zavens Ministri punëve të jashtme të Kosovës, që ishte nga rarët e PDK-s, që del në fotografi me gjallin e tij dhe me Daqiqe. Është skandal, ka qenë skandal, do thotë në atë kohë qeveria e Kosovës është dashur të merr masa ndaj tij, është dashur ta ndëshkoj paktën moralisht, për arsye se ai në mënyrë triumfuese, si kur një farë triumfi, me fëmijët vet po fotografohet me Daqiqe, një njeri, do thotë një kriminal i cili del në televizor dhe thotë se ne nuk do të tregojmë ku fshihen ku format e shqiptarëve në Serbi. Këto janë raste skandaloze, të cilat gjithsesi është dashur të marrin dënimin edhe nga opinioni, edhe nga qeveria e Kosovës, edhe nga organet përkatëse. Po thoni se përdorimi i fotografisë të tillë ishte gabim nga zotri Mirena, me sa po kuptoj. Gjithsesi, do thotë Saranda ka qenë në punë, ka qenë duke e kryer një punë. Nuk ka qenë se Saranda ka shku atje për një farë punë private, ajo ka qenë punë, ka qenë dhe ka rastis që aty tjetë ministri jashtëm, ka qenë ose ndërkohë, si e komentoni reagimin e zonjës Bogujevsi pas postime që e ka bërë zotri Mirena, ku në fakt ishte vetëm një fotografi e kurtit, të cilën ai e quajti që kishte dalë si për gjunaf, i përmendi dreka darka dhe pastaj erdhi reagimi Bogujevcit. Si e komentoni ju këtë? Dëgjoj, reagimi jo vetëm i Sarandës, ne është dashur të reagojmë të gjithë në këtë rast për Sarandën. është dashur të reagojmë të gjithë. Po në fakt Saranda nuk ishte shfaqur në atë fotografi, pra kjo është pyetja ime. Mendoni se ka pas diçka qëllimshme që Saranda të preket? Po nuk është prek Saranda. Po në fakt të reagojmë të gjithë për Sarandën, sikur se është dashur të reagojmë të gjithë për Martin Berishën, i cili merr parë nga ne, merr pagut prej neve, dhe njëkohësisht merr parë për shtetit armiqësor të Kosovës që si është Serbia. Është dashur të reagojmë kundër Mimoza Kosarit, e cila i thot zdravo kriminalit, ndërkohë që i merr 30.000-40.000 vota sa i ka marrë. Këto janë shumë shëmtume. Zotri Kajtazi, në gjithë këto raste që po i përmendni ju, kanë qenë të përfshirë zotri Spahiu, ka qenë pastaj Mimoza Kusari Lila, e cila ka qenë personalisht e përfshime në këtë rast. Ilir Mirena postoi një fotografi të Albin Kurtit. Zonja Bogujevsi nuk ishte e përfshirë. Në fakt ishte e përfshirë fakti që ai ishte në përkujtimin e masakrës në familjen e zonjës Bogujevsi, po në fakt që zonja Bogujevsi nuk ishte askunde përfshime. Pastaj ajo me siguri ndonjë ndikim emocional për shkak se ajo e dinte ngjarjen dhe e dinte se Kurti ka qenë prezant. Po në fakt ky krahasim nuk po më duket i arsyeshëm për shkak se zonja Bogujevsi nuk ishte e përfshirë si janë këto raste të cilat po i përmendni ju. Jo, ajo nuk është e përfshirë, mirë po unë dashë ne është dashur të reagojmë në këto raste, jo të rasti i Sarandës. Mirë, ta sharojmë se së mendova që thajtë jemi dashur të reagojmë të rasti Mirenës, prandaj nuk e kuptova se pse. Jo, ne është dashur të reagojmë të rasti i Martin Berishës, të reagojmë fuqishëm, jo vetëm ne, edhe qeveria Kosovës është dashur të shkakoj Martin Berishën për 2 minuta. Dhe thot momenti që zinet një zyrtar i shtetit Kosovës duke marrë para nga shteti nga shteti i cili ka programe për menashkaros, është dashur qeveria Kosovës ta me njëherë, është dashur në Zhvedin Spahiu të mirën në pyetje me njëherë nga API-ja, sa po ka hy në teritorin e Kosovës, për arsye se ai ka shku ato nuk e ka dërgu kërkosh në zyrën e Gjoriqit. Gjoriqi është një prej eksponenteve më radikal në raport me shqiptarët. Është stënipi i Nikola Pashiqit. Nikola Pashiqin gjatë luftave ballkanike ka urdhënu masakrën më të madhe ndaj shqiptarëve. Gjenocid, jo masakrë, po gjenocid ka urdhëru. Edhe ti mi shku në zyre Gjoriqit edhe me postu fotografien me to, mburje,
është mutall me gjitha ato viktima të gjenocidit sërb të viteve të luftave ballkanike, është mutall me gjitha viktimat cilat Serbia i ka shkaktu këto 100 vite të fundit. Dhe shteti është dosh pa tjetër më marrë me Gjuriqin edhe më jadhon një vendim, me Spahiun edhe më jadhon një vendim të meritor, si që është dosh më marrë edhe me Mimozën edhe me Martin Berishën. Po në faktë Spahiu ka shku individualisht, sepse nuk ka ndonjë pozicë shtetërore. Besoj që mos me ndërprej. Jo, në fakt mendoj... Spaku 5 herë përmeni Martin Berishën. Po. Thot 5, se numrohua për afërsisht duket kaq. Po për Martin Berishën, besoj që unë jam avokat i tij, edhe nuk mund të themi ata që për thot zoti Kajtazi, për shkak se sigurisht që na nuk kemi as një vendim gjyqësor, s'kemi as akt akuze lema gjykim, edhe Martin Berishaj të gjitha situatat e pretenduara i ka sqaruar tek prokuroria speciale kur është marrë në pyetje sigurisht prezencë tem. E tash për kush është geni i Slovenisë, edhe si janë shëndru këshillat politike Martin Berishaj në aspektin e energjisë elektrike, ajo që është genit të Slovenisë, nuk është e Martin Berishajt, për shkak se ai kurrë që ka shite, as që ka ble energji elektrike, dhe mendoj që me një los një figurë, dhe thot të tillë si Martin Berishaj, pa vendim gjyqësor, është paksa e tepër, apo me thonë që është, me thonë pak ma bët e parakoshme. E tash, pse nuk është shkarku Martin Berishaj, mendoj që gjitha ato që duhet mi ditë presidentja e Kosovës i din. Edhe pse është ngrit një dyshim për Martin Berishajt, besoj që prokuroria e ka pas drejtën e zotit që me thirrë dhe me kërku sqarime. E tash, nëse Martin Berishaj e ka dokumentuar gjithë situatën e pretendume, mendoj që nuk ka nevojë që çdo dytën fjalë me përmend atë. E sa i përket tjerëve, sigurisht që unë s'kam kurfar ideje çfarë përgjigje mi dhon, se s'është ideja zotit Kajtazi veç mi thon të kundërtën. Nëse ai thot ze, unë më thon bardh. Sepse jeni avokati i zotit Berishaj. Po foli vetëm për Martinin se ato i dije, dhe për tjerë besoj që janë tjerë që duhet më marrë me këtë situatë, por kushdo që shumë mirë e tha, Saranda Bogujevci nuk ka qenë privat aty, se edhe me dash nuk ish mujt me shku. Do thot mja fal rruzllin toksor, për që po mund është ti me bëm një ekspozit në Beograd, kryeqytetin e Serbisë. I dim ato, po mos ta marrmi kohën, ato i the pak më herët. Po tash koha është e jemja. Martin Berisha, po koha jemja ti Martinin bën çfarë dush vetë më para prej shtetit sërb, e para. E dyta, Martin Berisha ka pas teknosinë e botës, edhe krejt kohën e botës, për me pa ditë... Orë 10 herë e ka përmend Martinin për bëjmë një emision të veçantë për Martinin. E di që e ki për obligim me mbrojt. Jo, mërë se kom në obligim me mbrojt. Unë e kom obligim veç me tregu të vërtetën. Unë, zoti Kajtazi, e bojmë kur dush një emision për Martinin me dokumenta, jo pa dokumenta. E sa i përket Sarandës. Të marë para prej Sërbijës. E dyta, Martin Berisha ka thosë gjithë kohën e botës, mi pa ditë ata cilët e kanë shpif. Jo, Martini është pak më i meqëm se që pak më i meqëm është Martini se që e njeh në shtate apo po mendon ti. Martini sigurisht që duhet me prit epilogun, e pastaj nëse ai don me bë, po nuk është bashkëtetin ton letë thash me pa ditë dikan ajdin. Por nuk është asë ndershme e asë nevojshme. Po. Qa me thonë mirë, tash prit të thomën e Sarandën për thonë. Saranda sigurisht që nuk ka qenë privat atë, edhe tashën e kushtimisht. Për Sarandën e përfundum. More unë për dhëmenimin tem ti përfundoj sa dush, në fakt ne këtu po flasim për rastin e fundit edhe krejt fuqin e botës, edhe krejt dhe thët mundësit teknike bota që i ka, nuk ish mujt Beograd me organizu një ekspozit me mbetje mërtore të familjarëve të vetë, pa që jene organizume nga Anglia dhe shtetet tjera. E tash, pse aty ka ardhë, dhe thët, në atë kohë ka qenë kryeministri i Serbisë për me pa atë ekspozit, na e dim që ka qenë involvuar edhe Natasha Kandiqi, që ka bërë shumë ma shumë për shqiptarë se do shqiptarë që merren me patriotizëm, me bateria dhe të tjera, dhe besoj që ekspozit ka ndihmu që bota ta shef që janë të dokumentuar dhe që këto po dërgohen edhe në Beograd përveç në vende të tjera. Kështu që unë edhe një herë po kthejna. Sigurisht që Iliri si gazetar e ka drejtën e krejt botës me kritiku Albinin edhe çdo figurë politike, por jo mi prej fotografit. Urda?
Nuk kemi drejtuar me gore kapitulimet Ta sholiri pse po më thirrbe ti mua, bën me ditë pse po më thirr në emision. Nëse unë nuk e them menimin tim, qoftë edhe i gabuar, unë nuk di çfarë po lypi këtu pra. Pyetja jam në lidhje me timin. Thirrja ata ata të tjerë atë që kanë menime tjera, e më stupëm kohë bora ne më do të më shku. Pse nuk është e drejtë? Pse nuk është bora një dhe me fund, kështu që ta respektojmë edhe mendimin e Visarit? Jo, unë po mendoj që është legjitime me prej foto, nuk është kur gjë e keqe me prej fotografinë. Jo, po ndërprej po me qëllim mirë. Është legjitime me prej foto, si me prej një foto tash neve katërve. Po jonë për qata është edhe legjitime me reagu Saranda Bogujevci. Që të kishtë një fotografi tjetër. A është legjitime që gjithmonë të krejë në temat luftës dhe... Ta kuptojmë situatën që fotografia dhe kritika nuk ka pos asë gjë të bëj me Saranda. E qartë, nëse një fotografia Albin Kurtit me shtyve me mu, po që për me kuptu këta që na shojnë, se na apteton e dim. Nëse një fotografia Albin Kurtit, qëfar do lloj cilësie private apo si kryeministër, me neve 3, 4 edhe me zotin Kajtazi. Edhe aje prejnë fotografin, s'ka kur gjë keq. Do të thëtë, po, Saranda ka reagu veç për shkak të qasaj. E po sa që është reagimi ka qenë pas publikimit fotografisë së dytë, prizmet e më krejsisht të për nevojshme, për ekspozitën në Beograd. Pastaj ka filluar e lufta që pëthuti në internet, me fotografin me Daciqin, me ati zyrtarit PDK, sa e dijune, me djalin e ti që është merë, do thëtë, paramenohen, një fëmijë, po supozoj ka qenë 7 vjeçar, apo 10, që ti bën selfie me krye kriminelin, do thëtë, me njëherë mas Miloševićit, Daciqin, do thëtë që ka qenë zëdhënd gjatë luftës, edhe publikon që i shenë një shqiptar. Unë e dalë edhe me fëmijë temin me Daciqin edhe shka keni me ba. Por shka që na kur ka qenë zyrtari PDK-s, i hashin faqit. Unë po besoj që pra po kthejnë të epikës, Saranda ka post pa nevojshme reagimin, për derisa nuk është prejkë personalisht Saranda. Për foton e dytë është pa tjetër edhe në regull që ka reagu. Pasi që duhet të themi... E ki menimin tonë edhe unë respektaj, për që ta ke menimin të kundërta. Duhet i kuptojmë rrethon atë mirë, po ta njëllosësh, si që është të këndohë tash rasti me zotin Mirena, një djali cili kalon jetën e ti në Zvicër, është kësi në Kosovë. Jo për me dek, po për me shliru vendin është kogja e domshme dhe edhe rrezikshme. A i ki menisa ashtu qëfar muhabeti ka për ata e për këta e për krejtë, unë po thëmë vetëm për rastin konkret. Unë po flasë për rastin konkret, po thëmë është kogja e rëndë dhe rrezikshme nëse vazhdojna me këtë tematik. Se ka reagu Saranda si maseje? Është e njëta se... Se ka reagu? Unë mendimi jam, Saranda ka reagu komplet me shtyrje të Deona me Hallit ose Albin Kurtit. A ki pati Deona me Hallit të i thonë në isen... Po besë, shikon, nuk është e nevojshme me po. Nuk kem nevoj, po më thashtë edhe ma herë, është mendimi jam, të pyte mua po. Unë për thonë mendimin të emë, do të krejtë që ndodhë me, dikun janë ma shumë se 30.000 antara, po sa janë të lëvizjes vetëvendosje, krejtë i kontrolën Dejona. Ja, krejtë nuk i kontrolën, po pjesën kokën e lëvizjes vetëvendosje është e kontrolën nga Dejona Mihali dhe Albin Kurti. Okej, atëre pehekëm Albin Kurti, ish aktivist të lëvizjes vetëvendosje për 12 vite, kam qenë ish aktivist të lëvizjes vetëvendosje, dhe jo vetëm ish aktivist, po kam qenë kogja më në shumë. Unë jam pa tjetër, nuk po flasë vetëm hajt. Okej, ta pehekëm krejtë ta, edhe pelom Dejonën. Ajo është punë në branqë me lëvizjes vetëvendosje. Ka në vendos lëvizja vetëvendosje, a e vendos Dejonën në Albinin, a e vendos Sarandën në Albulenën, është pjesë e lëvizjes vetëvendosje. Po na kemi shiko, na po flasim. Na kemi fakte, kemi shumicën e deputetëve që janë zonë kamera në kuvend që mesazhet i kanë pas nga Dejona, tekstet edhe shkrimet i kanë pas nga Dejona, pra si paraqiten në kuvend dhe çfarë flasin. Jo, po Zofi Kajtazi. Funksioni i saj, sepse është kryetare komiteteve të caktuara, të gjitha komiteteve brenda vetëvendosjes. Jo, po prapë po them edhe kjo, edhe ky status i komiteteve të Sarandës vjen komplet për energji, qoftë për sport, qoftë për kulturë, qoftë për politikë, për gjitha. Po ajo është zyrtarja brenda lëvizjes vetëvendosje, po kompetenca shumica partive kanë zyrtar brenda dhe nuk i shohim të ndiku. Po Zofi Kajtazi lidhje me temën? Po, me temën. Unë edhe 2 minuta më kohë. Po e heqi nga lista Martin Berishën. Heqi tonë nga lista Martin Berishën. Takimi, komunikimi i Mimoza Kusarit me telefon, me Radojqiqin. Takimi i kafja e Gjelar Steqës në Tiranë me Gjuriqin. Takimi në Zhvedis Fahijut në Beograd me Gjuriqin. Si komenton to? Po. Una? Po, në fakt... Gjitha këto kanë qenë në kuadrët punëve ty në zyrtare. Nuk më mërmenja, nuk po mirë, po pytje ma konkrete, mund është mi vetë ata, po më për të thëmë menimin tem. Nëse, ku po thu që Svecla është
është fotoja me këtë zyrtarin e Serbisë. Nëse ti ki me dhjetra e qindra e mija, fotografi e filmimet, Hashim Thaqit, Kadri Veselit, gjitha figurave që kanë udhëheq shtetin e Kosovës, me gjithë zyrtarët sërbë, janis prej këti farë kriminali që kryetari Serbisë, të folë edhe fshet, edhe të thonë, we are not problematic guys, kush pe akuzon Hashim Thaqin me deklaratën we are not problematic guys, sepse është taku me një president Serbisë në takime zyrtare ku ka qenë Zvicra apo Jo, nuk është kafja, nuk është miliona fotografi mund është gjetë internet të gjithëve, po na e vjen mune qa me të gjithëve këtyre. Që takimi fshet, telefonata ako ka takimi fshet, unë ti njemi dhe të thiri ta shumë telefon ty ose ti mua, takimi fshet së është po folëm me zveti. Takimi fshet me është një bisedë private, telefonike, cila pastaj doli. Presidenti Serbisë ko ka thonë meki i shtetit, takime me Hashim Thaqin që kënë ka ta dojnë Kosovën, mja hek jo veç veriun, po dhe do pjesë tjera, si që këtë tjetri, ja fali 8250 hektar tokë, Mali zi, ama na i kena, këta po bëjka me nejtë me Sërbë, këta po bëjka me dalë Tifani me Radojqicin, me hangër me pi publikisht, këta po bëjka me shku Radojqicin shpe her njonit, her tjetrit, zyrtar, politik edhe shtetënor të Kosovës, ama Albin dhe këta tjerës po guxej kanë shpefojnë me ta për çështjet punës. Për shkak retorikës tonë, ata kanë humbur shtetin, ju të thonë që na as nuk i shkon në shtet. Jo, ata që kanë humbur shtetin, ata kanë humbur shtetin, por kanë humbur edhe shumë më shumë. Se të shkun qatë linjen që e bën një farë, themi kështu, megalomane, që jo po na lyp Amerika, jo po lyp kjo, jo po lyp ajo, ata bënë edhe gjykat speciale. Pyetja do të ishte Toma mendon ata që kanë humbur shtetin. Ata me pasmet pushtetin. Rregull zoti Kajtazi. Zoti Kajtazi. Mirë, e qartë zoti Kajtazi. E qartë. Zoti Kajtazi dhe zotri Vash. Shumë mirë që kanë humbur pushtetin. Shumë mirë që kanë humbur pushtetin. Se po të metëshin pushtet, ka e humbën edhe shtetin. Për interesat personale. Këta që u qeshin sabat, që thojmë në mëngjes, tupi kafe, hajde të bëjnë ajdajmë Kosovës, hajde t'japëm do tokë Macedonisë. Në fakt, zotri Vashi, pyetja do të ishte, a ka ngrit vendosja kufit e Kosovës, në favor Serbisë. A ka ngrit parimeve vendosja cilat nuk pojnë bërë? E në rrumë teme. Këta kanë bërë gjykat speciale kundër Republikës Kosovës. Zotri Kajtazi, më duhet të falenderoj shumë për këtë paraqitje drejt për drejt. Regjia, nëse po më dëgjon, zotri Kajtazi, të falenderoj shumë. Natyrisht që po shpresoj shumë që do të kemi mundësi që edhe për këto tema të flasim në një diskutim tjetër, për shkak se koha televizive sot nuk po na premton, të presim në studio kur do që ke kohë të bisedojmë për gjitha temat. Sigurisht. Ishte kështu një përgjigje e shkurtë që na bori, na ndali këta thirrjen telefonike, për shkak se nuk patëm mundësi as t'i bëj pyetjet nga diskutimi që patët, unë e gëzohem që ka të rinj të cilët e respektojnë debatin, edhe nuk e kthejnë personale, sepse nga pyetjet edhe dolën tema shumë jashtë asaj për cilën po diskutonin. Veç për Martin Berishën që unë zotin Kajtazi e njeh shumë mirë personalisht. Edhe niveli i tij është jashtëzakonisht okay, prizmën time. Por nuk mund është me thonë për çfarë do arsye që e ki Martini një 7-8 herë, kur thjesht s'ki kur farë vendimi, as kur gjeheq. Martini gjitha pretendimeve, jo është përgjigj prokurorisë, s'ka nevojë më përgjigj turli farë njerit. Po, në fakt nuk ishte tema e zotit Berisha, kjo ishte dhe arsyeja pse thash. Pa dhe lejo me rangu për dyshe jo. Në debatet televizive që me tratu... Ti vazhdo për. Faleminderit shumë të dyve, ju falenderoj shumë, e di që keni obligime. Po e bëjmë një